Mirë mbrëma për gjithë juve të dashur miq të RTI-s prej studios së qasjes tridimensionale. Ju falenderoj që edhe këtë shtunë e keni nda kohën me qenë bashkë me neve dhe me musafirët që i kemi në studio. Tashmë jeni mësuar që prej orës 21 në ditë vikendi me qenë bashkë me neve. Ne i përshpresojmë që gjithmonë jemi të gatshëm me ofru tema të cilat janë interes të gjithë juve që ndani kohë për neve. Sot në studio e kam të ftuar një psikoterapeute, Sofie Hasani, të cilën falenderoj shumë që ndaku me qenë bashkë me neve. Sofi, mirëseve. Mirë u gjeta nga Nemeti, faleminderit për ftesën. Për mua është kënaqësi me qenë bashkë me ty, me diskutu një temë që po shpresoj shumë kemi me mbrime dhoni për ata që na ndjekin. Gjithashtu me mua është edhe Valja si zakonisht, pedagogi e ujnë e dashur, për mos më thonë psikologe. Vale, mirëseve. Vale. E të dashur shikues, mirë se ju gjetë gjithëve juve në për shtëpi që takohen me qenë bashkë. Sot do të flasim për rolet, për ndarjen e përgjegjësive. Duke qenë dëshmitar të problemeve të shumta familjare, duke qenë dëshmitar të lasheve të mëdha me cilat ballafaqohet institucioni i familjes në shoqërinë tonë, e pam të rëndësishme të flasim me profesioniste për këtë çështje. Të shohim ku po qalojmë, sepse problemet nuk vinë mbrana ditës, problemet nuk vinë pa asgjë, ku është nisma e problemeve, cila është rëndësia e ndarjes së roleve brenda shtëpisë. E t'i shohim edhe në bazë të roleve edhe përgjegjësitë që ne i kemi në familje e deri te ndarja edhe e punëve të shtëpisë. Nëse dikur një kohë kanë qenë punë të shtëpisë të dedikuar veç për gruan, nëse gruaja është në gjendje me punu jashtë shtëpisë edhe bjen pare ose mjetet mjaftueshme financiare brenda në shtëpi, a duhet me qenë edhe punë të shtëpisë krejt barë e gruas. Edhe për disa çështje tjera të shohim në muhabet e sipër çka po na vjen. Çka kemi na thënë për rolet e anëtarëve të familjes ose për përgjegjësitë brenda familjes, jo si psikolog dini më ndonë herë më mirë se na sociolog, kështu që primatin e këtij muhabeti do ta kaloj ty e dashur Sofi. Nga Nemeti, duke shikuar nga perspektiva psikologjike, na familjen e shohim si një sistem në tërësi, një sistem i njësuar që ka të bëjë, domethënë përbëhet prej anëtarëve të familjes së ngushtë. Gjithmonë janë familje dy prindër, gjithmonë ka qenë kështu, shpresojmë do të mbetet gjithmonë kështu, të cilët e krijojnë familjen si çift, e krijojnë institucionin e martesës së pare si çift, mandej e krijojnë edhe familjen me fëmijët e tyre dhe po ashtu edhe ndonjëherë bëjnë pjesë edhe paraardhësit e tyre deri te pasardhësit. Ky sistem familjar bazohet në disa modele të përsëritura brenda familjes, të cilat të modele, domethënë, ose kopjojmë për të tjerëve, për atyre që kanë qenë para nesh, ose kopjojmë modelet më të mira jashtë familjeve, si shembull të mirë të jetesës e bashkëjetesës, dhe së bashku kështu krijojmë një sistem të brendshëm i cili funksionon bashkë me përgjegjësitë e secilit antar të familjes dhe me ndarjen e këtyre përgjegjësive në mënyrë të mundshme të barabartë, nëse miri do të ishte, por kur nuk ka mundësi në mënyrë të barabartë, atëherë në mënyrë të drejtë së paku. Dhe kur këto përgjegjësi janë të ndara në mënyrë efikase, atëherë familja funksionon ashtu siç duhet dhe quhet familje e shëndetshme. Kjo çështja pak e barabartë dhe drejtë ndonjëherë të bën me uni konfuzion. Shpesh herë më duket që në shoqërinë tonë gratë kanë filluar me i kriju barra ndoshta të panevojshme vetes vet. Përderisa një grup punon jashtë shtëpisë, atëherë roli i saj po kalon edhe në atë që dikur ka qenë përgjegjësi e burrit. Financat në shoqërinë tonë dikur kanë qenë përgjegjësi kryesisht e burrave. Domethënë roli i burrit ka qenë ai që ish dashur me mbajt familjen në aspektin financiar. Sot në njërin anë kemi burra që duken pak të lodhën, edhe nuk kanë ndoshta mjaftueshëm mundësi për me mbajt financiarisht familjen vet, çka në mënyrë direkte ndikon që me kërku mbështetje prej gruas, po në anën tjetër të njëjtit nuk dojnë me dalë prej çatij roli që me zbut pak veten edhe me kontribu edhe brenda punëve të shtëpisë. Apo mendojnë që ndoshta kjo pe krijon atë terenin ose mundësinë e përshtatshme edhe për ngatrim të roleve, po në anën tjetër indirekt edhe për krijimin e
konflikteve ose të mosmarrveshjeve brenda familjes, diçka që po ndikon mandej zinxhir edhe tek fëmijët, e përmendë modelin fëmijë që shohin që nana është në vazhdimsi aktive, një nanë që është e harxhume, që natyrshëm kur dikush punon 8 orë jashtë shtëpisë edhe 5 orë minimumi që i duhen për me qenë gjithçka në rregull brenda shtëpisë, atëherë harxhohet. Edhe një nanë e harxhume natyrisht që nuk është favor as pak i familjes. Që shtylla e familjes është nana, edhe pse në familje tradicionale gjithmonë mbetet si përgjegjësi e babës për të qenë shtyllë e mirë mbajtjes së familjes apo furnizimit të familjes nga ana financiare dhe ekonomike. Mirë po, nana është shtylla e familjes që mirret me edukimin, që mirret me mirëmbajtjen, që mirret me ndarjen e këtyre gjetë vendin se cilët furnizim që e sjell bashkëshorti. Do të ishte mirë që këto role të jenë të qarta, të kenë kufej, do të ishte mirë që të kenë bashkëpunim mes veti. A është vetëm përgjegjësi e mashkullit, e babës, e burrit të sjellë furnizime dhe të jetë jashtë shtëpisë duke punuar për të mbajtur familjen, dhe përgjegjësi tjetër e ndarë e gruas që të jetë gjithmonë në shtëpi duke pritur dhe duke përcjellë dhe duke mirëmbajtur familjen, duke rritur fëmijët. Nuk e dim përderisa ne në këto sistemin ton tradicional që kemi pasur gjithmonë më herët, deri në tranzicionin e vonshëm të shoqërisë, ka funksionuar sepse kërkesat kanë qenë më të vogla dhe shoqëritë moderne kanë qenë pak a shumë tradicionale, kurse tash, domethënë shoqëritë krahasimtare kanë qenë pak a shumë të njëjta, kurse tash me ndryshimet e mëdha, tranzicionet e mëdha në familje, normal që kanë ndryshuar dhe rolet. Dhe kanë ndryshuar dhe rolet brenda çiftit po ashtu. Kanë ndryshuar dhe perspektiva se si e shohim na, se çfarë mundësish ka një femër të bëjë, domethënë për të punëve të shtëpisë, për të detyrave të saj vetëm si nën dhe vetëm si grua. Një grua mund të jetë mjaftueshëm e fortë për të arritur që të jetë edhe në punë, që të jetë edhe duke studiuar, që të jetë edhe duke arritur karrierën e saj, mirë po gjithmonë në mbështetje, duke qenë mbështetur nga anëtarët e tjerë të familjes. Po që se nuk ka mbështetje nga anëtarët e tjerë të familjes në lehtësimin e punëve, në ndrimin e dytë brenda shtëpisë, atëherë kjo femër do të shterrojë forcat e veta dhe fuqinë e vet dhe nuk do të mundet t'ia dalë. Dhe normalisht këtu dhe fillojnë konfliktet. Pak më herët ne patëm një bisedë se në disa studime, se ne gjithmonë mendojmë se ndarja proporcionale apo e drejtë apo e barabartë mund të sjellë rahati familjare. Në një studim që ishte bërë në Norvegji, lidhur me ndarjen e punëve të shtëpisë, që është shumë pak kundërintuitive, pak më e çuditshme, pas ka dalë me rezultat se në familjet ku çiftet i kanë ndarë në mënyrë të barabartë punët e shtëpisë, ka pas konflikte më shumë dhe ka qenë shkolla më e lartë e divorcit. Kurse në familjet që i kanë ndarë në mënyrë tradicionale, punët e gruas janë të gruas dhe punët e burrave janë të burrave, ata pas kanë qenë pak më rahat për arsye se pritjet pas kanë qenë më të ulta. Gjithmonë ne presim nga një burr, nga një mashkull, t'i kryej punë që i takojnë një mashkulli dhe nga një grua punë që i takojnë një gruaje që lidhen rreth kuzhinës, pastërtisë, rrobave të tjera. Psikologe e dashur, kohë më herët, gratë nuk kanë punu jashtë shtëpisë. Shumë mirë tha Ganja, burrat janë kujdesur për financat e shtëpisë. Tani më gratë kanë lehtësuar shumë që të barë burrave duke ndihmu me sjellëtarë në familje. Një me për grunë po shumë e vështirë që kjo. Jo sikur psikoterapiste a ka ardhur në burr tradicional të jo në herë me tregu që të ngjarje. Se na kot flasim pa dëgju një burr që flet. Kështu që atë kisha dashur me dëgju përmes jush një mendim një burrit tradicional, çu është shaqit gjendje. Se është punë shumë e lodhshme për një nanë, për një gru. Sinqerisht na kemi një telashe me vetveten që nuk kanë kohëm shumë. Edhe nuk dina me thoj jo se friksohem që po dalim të këqia para burrave, ose të dobta para shoqënisë, ose të dobta para familjes, edhe vizë dina me thoj po, mundem në rregull, e bëj, do të më mësu me thonë edhe jo. Të thoj gjithmonë po, e bëj, e kemi stër ngarku breveten. Fëmijët sot në shkollë i ki shumë më të ngarku në mënyrë akademike se sa fëmijët që kanë qenë dikur. Kjo kërkon përkushtim prej nanës shumë më shumë. Puna sot kërkon përpjekje shumë më të madhe prej nanës, ajo ka më dhënë energji që aty. Punë në shtëpi sot shtëpia tonë janë shumë më t'rregulluar se sa vite më herët. Kretë këtu kërkojnë energjie, monde, lodhje, apo mendoni që jena aty i shkatrum këtu gra prej kësaj lodhje.
Edhe kjo gru ka me dështu dikon, ja ka me dështu si bashkëshorte, jo si nan, jo si edukatore, jo si në punë çka do që punon. Kështu që kisha dashur me një mendim, ju si psikoterapiste, a keni pas ndaj burr tradicional që e menon pak edhe qëtë pjesë? Zakonisht burra tradicional Nuk shkojnë hiç në pjesë. Apo nuk vinë? Vinë për problem, për të anku. Zakonisht ju e dini shumë mirë që nëse sillin një fëmijë, ti kemi bë ndoshta psikoterapi dhe familjare, që ato kemi arrit me folë edhe me një babë. E në çet formë po menoj, sepse një burr tradicional nuk thet kur njëhet që nuk kam nevojë më shku te psikologu. Po na përmes fëmijës duhet trajtuar ato për çdo ndo çështje, na kena më detyruar me thirrë edhe prindin çatë. Unë konsideroj që edhe fëmijët ata prind që janë shumë tradicional, as fëmijët nuk i gjojnë te psikologu, që kanë një lloj të barrierës, edhe nisen me atë stilin që me ta kërsit një që atëherë ti qele sytë aty në mend nuk të bjen me uni keq. Fatkeqësisht që kjo është realiteti i asaj mendësisë tradicionale që dikur është dhënë. Shumë dallim pe përvojës po flas, nuk ka shumë dallim mes familjeve të emancipuara, intelektualizuara, apo që janë të ngritur në karrierë, edhe atyre që janë tradicionale, apo që janë më pak të shkolluar, apo që e kanë mirëmbajtur atë sistemin e vjetër të familjes. Njëti kanë problemet fëmijët e tyre, domethënë probleme shumë pak ndryshojnë. Se si i sjellin, prap i sjellin në mënyra të njëjta. Edhe familjet të cilet janë të ngritura kanë ato stigmat dhe i kanë ato komplekset, i kanë kur dojnë me sjell fëmijën te psikologu dhe ndjehen në siklet, sepse fëmijëve i qenë në siklet, sikur ata prind, sikur këta prind. Se gjithmonë pritjet e fëmijëve janë shumë të larta, që prindërit duhet me qenë 24 orë zgjuar dhe duke u kujdes për ta. Dhe në moment kur ju shet nga dora kjo prindërimi, atëherë fëmijët dalin prej dorës. Dhe fëmijët zakonisht e fajsojnë prindin pse jam kështu, që në një farë mënyrë edhe kanë të drejtë, gjithmonë rënjet e problemit të rinjve, të adoleshentave. Po dhe neve të rriturve i kemi në fëmijëri në mënyrën se si na kanë rritë, si na kanë eduku dhe si janë kujdes për neve. Pavarësisht se a kanë qenë të shkolluar prindërit tanë, apo nuk kanë qenë, mënyra se si na kanë rritë, si janë kujdes, si na kanë dhënë dashuri, apo si na kanë privu prej dashurisë, na kanë ndikuar gjithmonë në mënyrën se si ne jemi në sjelljet tona si të rritur. Prandaj mënyra se si a janë tradicional dhe a vinë dhe çfarë ankesash sjellin, zakonisht janë të ndryshme. Ata tentojnë të thonë se zakonisht për shkak se gratë tash janë më të lira, punojnë dhe mungojnë në shtëpi për shkak të angazhimeve që i kanë jashtë shtëpisë, tentojnë të bartin në atë sferë, se po të ishte gruaja tërkohën në shtëpi si shka qenë, gjëna do të ishin pak më mirë. Ndoshta edhe do të ishin pak më mirë, po gruaja nuk do të ishte e kënaqur. Atëherë do të lindin probleme këtë natyrave tjera. Ku gruaja e pa kënaqur me pritjet tjera dhe me pakënaqësitë e saj ndaj vetës mas pore, se nuk ka arritur mjaftueshëm, mandej edhe pakënaqësitë që i ka ndaj burrit për shkak se ai nuk po ja përmbush dëshirat apo kërkesat dhe nevojat. Prandaj edhe fëmijët janë të pakënaqur, sepse e shohin një nënë të pakënaqur, e cila non-stop tërkohën është në kërkim të diçkafit tjetër, të cilën nuk e ka. Prandaj nuk është gjithmonë se pakënaqësitë familjare apo konfliktet apo fërkimet familjare vijnë për arsye se nënat janë jashtë shtëpisë. Tjetër është që na në shoqërinë tonë jemi mësuar që nënat të jenë në dy ndrime. Sepse edhe ndrimin e dytë femra e vazhdon vetë në shtëpi. Kurse ndrimin e dytë mashkulli është pushim. Nëse kanë kërkesa dhe ambicie për të krijuar të mira materiale, normal që mashkujt, burrat i bojnë dy puna dhe normal që kanë të ardhura më të mëdha. Por atë mungesa e prezencës me fëmijët e bën të vetën. I ka pasojat e vetë. I ka pasojat e veta që nganjëherë më mirë është me kushte më të vogla, me pritje më të vogla, me rrethana më të pavarshme ekonomike ndoshta, se sa pak ajo mos prezenca e prindëve te fëmijët, apo mos prezenca e burrit si bashkëshort te gruaja e vet, apo mos prezenca e gruas në të kundërtën, se ka gra që kanë arritur shumë në karrierë dhe janë më të zoja se burri dhe janë më shumë jashtë shtëpisë se sa bashkëshorti dhe ato sillin ndoshta të ardhura, që rrallë është që gratë kanë të ardhura më të larta se një mashkull. Mirë po ndodhin edhe ato gjëra. Prandaj kjo është një farë lloj disproporcioni njëherë, apo mos barazie, që nëse nuk diskutohen, nëse nuk komunikohet, nëse nuk i flasin dhe i shprehin brenda familjes, normalisht që kanë me sjell konflikte.
dhe pak Unë nësi. konsideroj që ne kemi një mendësi të çuditshme. Jo rallëherë më ka ra me dëgju gra që në momentin kur revoltohen ose e shprehin atë lodhjen fizike si pasojë e punës jashtë shtëpisë edhe ngulfatjes edhe me punë të shtëpisë, burrat i thonë po kërkush nuk po të shten me punu. Rën në shtëpi edhe në rregull jena. Domethënë kjo ajo heshtja e grave që tha Valentina, unë po mendoj që nuk vjen si rezultat i dëshirës së grave për me tregu se sa të forta jena, po i mungesës së kuptueshmërisë prej palës tjetër. Se në momentin kur thotë rën shtëpi, kërkush nuk po të shten me punu. Që tonë në atë mirat i kipë, se që kanë hek nanat e tonat, i shka e të desht me pas. Do më thonë, në mënyrë absolute e bëjnë krahasimin me të kalumën, diçka që gratë i bënë me undjeke, që edhe ato për mos me përjetu, që të konfrontim ose që të goditje të burrave, ato vazhdojnë me punu sa të mujnë edhe jashtë shtëpisë, edhe brenda shtëpisë. Nështë një gru tek mërin me i rahatu punë në ora 12 natës, e i duhet prap me uzgju ora 6 të mëngjesit. Edhe burri thot, të lutë në kërë të bëhat ora 10, thot, mësë më bën zhurëm që më të dosh me pushu. Atë njëjtën kohë, besa gruja dhe më herët qohet në ashta për me e bona i kafe dhe me e nisë për punë. Në kështu që menoj që është nuk po thëmë problematike thellë, po nështë është një fazë e revolucionit që gjeneratat e ardhshme të djemve, po shpresoj shumë që kanë me qenë të përgatitur ndaj në atë masa me i ndihmu ose me i mbështet gratë e tyne, edhe na si nana me përgatit gjenerata që në të ardhme nëse te e kini një re ose një nusët djalit doktoresh, profesoresh, atëherë je në gjendje me abo gati një burra saj që participën në punë të shtëpisë. Nuk po thëmë tërsisht me avkalu, do më thonë e ndarja e punëve që një herë më patë të rastis me një trajnim me psikologe për ndarjen e përgjegjësive brenda shtëpisë, ja nisën gratë me nda për vojat veta, atë edhe burjem pastron edhe burjem e ka qëtë përgjegjësi brenda shtëpisë. Përgjegjësi për mendimin tem është me pas burri gjithë me pastru banjën edhe të kur mos me prek. Edhe nëse është ndarja tamam e përgjegjësive. Kush është prej tyre i prirur, dhe më thonë, ose me pas aftësi qatë që ti mos me pritu me hi në banjo edhe me të qelë sytë, ose pastrimi dritareve, ose pastrimi balkonit. Po, mbështetja si përfaqësore, nëse bëhet atëherë është edhe një model i mirë edhe për prindrit. Veç mas burrat që ja rrehin vetës besimtar, musliman. Ne dim që Muhamedi a.s. i ka arnu vetë rrobat e veta. Tash nuk kanë nevojë besimtar burrat me i arnu rrobat, se elhamdulillah ka mjaftueshëm. Po me bani punë tjetër, diçka që është me alet, a i ka fshi vetë me fshis. Kjo të në bënë me nënkuptu për modestin që e ka pas, për ndihmën që javë ka dhënë grave. Ka pas bashkëshortë businesswoman dhe e ka ditë që i kanë, do të thotë, janë shumë të barabartë në sjelljen e furnizimin e familjes dhe kanë pas të njëjtat përgjegjësi gati, tash nëse jemi të fol pikërisht për profetin. Po edhe në shoqërinë tonë, kur burrat e kanë një grup të zonjen, një grup karrieriste, një grup doktor shkencë të në zonë, edhe ata kanë dëshirë, janë krenar me gruan e vetë. Po dhe gruaja është perfeksioniste, ndoshta është ambicioze, ka ambicjet shumë të larta. Edhe fëmijët ndryshe ndihen kur dy prindë kanë të shkolluar apo që sjellin të ardhur apo që punojnë barabar me orare të njëjta. Zakonisht këto familje në funksionalitetin e tyre mundohen që së paku të mos bie në barrat e femra. Për arsye se nuk janë mundohen mos mi u lënë emër gjinie punëve të shtëpisë, sikurse që the për banjon që mund të jetë gjithmonë punë e gruas, a mundet gjithmonë banjo me mbet punë e burrit. Këtë varet sa është personaliteti ati burri, sa ai e ka ngritur në karakterin e tij, çfarë edukate ka pas, si ndihet, a ndihet i shkelur apo ndihet se është kurrë diçka shumë normale, sepse disa burra kur thonë po i ndihmoj gruas në punë të shtëpisë, që kjo është pabarazia. Që veç kjo fjali tregon vetvete, tregon padrejtësi. Pse po i ndihmon gruas, punë të shtëpisë nuk janë të gruas. Punë të shtëpisë janë të anëtarëve të familjes. Po, të gjithë anëtarët e familjes ju përkasen ato punë. Do të thotë larja, pastrimi, përgatitja ushqimit, shtrimi i tavolinës, heqja e tavolinës, apo
renditja e gjysendeve në shtëpi, apo palosja e teshave, apo ajo ndarja se cilat rroba ti palojmë sot apo ti lajmë sot. Dhe gjitha gjonat me i bajt sanatëranda brenda në shtëpi, me pastru dritare, me aeros shtëpin, me ndreq oborrin. Gjitha këto janë punë që secili antar mundet me javë gjetë venin. Vetëm duhet komunikim dhe të kenë ajo familjen e... Amo gratë nëse a nisin me lutë gjithë burin qubane, dikur kanë më lodhë pëjsoj të lutë, ma letë kanë me po me i bo vetë, sa me lutë gjithë. E plakat kanë thonë, ma mirë se i kom të së dhonë. Kojna me blokë të shkurt marketing. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Të dashur miq, u rikthyem prapë në studion e qasjes tridimensionale, ku në 3 dimensione po e diskutojmë një çështje, ndarjen e punëve brenda shtëpisë ose rolet brenda familjes. Bashkë kemi me Sofia Hasanin Halilaj edhe me Valentina Leku Gashin. Sofia, përmendum që njerëzit duhet me qenë të përgjegjshëm brenda familjes. Gjithë secili duhet me ditë që ka një përgjegjësi të caktuar përderisa jeton, edhe pranë në qatë familje, atëherë duhet me ditë që edhe brenda objektit ku jetojnë duhet me pas përgjegjësi. Unë shpesh herë them një shprehje kur më vjen me taku dikon, kur e diskutojmë si muhabet, besa edhe me fëmijët e menajherë edhe më thonë hotel nuk jeni të jetu. Vesh në hotel njëri, që pi thonë all inclusive, ose me gjitha shërbimet që ofrohen, mundesh me hongër, me pi edhe si zotni me jetu. Ndërsa brenda shtëpia është shtëpi. Edhe gjithkush duhet me dhënë një kontribut caktuar. Po në herë kam përshtypjen që edhe përkundër që diskutohet kjo temë, stërdiskutohet edhe nëpër media, e flitet, prapë kam përshtypjen që vetëm as mu që më vjen me pi kafe, me nejt me shumë gra, të shtresave të ndryshme, prej atyre që janë doktor shkence e punojnë nëpër universitete, e deri te gratë që nuk e gëzojnë një profesion, me gjithat, do më thonë, bjenë me u taku edhe me shumë se jo, pak prapë ankesat janë të njëjta. Prej gjuajtjes së qerapave në sallën kur i dathin, kur të vinë për punës, e deri të mosvjerja e jaknes, e deri të një kërkesë që nashta dytë kthehen prej punës edhe e kërkon burrën Si ma duj. edhe pse unë një pushu. Ku po qalojna që nuk po mrina me e ba një lloj balansi. Bile në herë kom përshtypjen që grave ju gjindën ma tepër burrat të cilët nuk i kanë gratë të punësume jashtë shtëpisë, që punojnë brenda shtëpisë. Në herë kom përshtypjen që ata burra ma tepër ju nimojnë që aty në grave që 24-7 shtëpia se gratë që punojnë jashtë shtëpisë. Sikur është kriju një mendim që këto mujnë mja dalë. Kjo drejt tash s'ken shtëpi, tash në të kontribon të shtëpia. Dhe më thonë, mendoj që hala në turin e tyre nuk e kanë të definume që aja ka qenë punë, nuk ka qenë të uknoq me shoqe e të pi kafe. Mos është që të problemi që nuk po mrin me dhonë kontribut që me ndjek edhe shambullin e profetit, me jarnu robat edhe mju gjinë të gruas që punon jashtë, veç mas nëse nuk arrin në aspektin material me i mbulu mjaftueshëm shpenzimet e shtëpisë. Që nëse është milioner dhe gruaja prap del punon 8 orë, atëherë nashta di dikun s'ka faj. Që dhe zoja mundet me punu 3-4 orë sa për trep edhe me nejtë të shtëpia, se besoj që ka edhe gratë tilla që
në aspekti financiar tip-top qëndrojnë, po del 8 orë, është 10, është në gjendje me dalë jashtë shtëpisë, veç për nësë në shpe. Qëtë rastet arsyetohet në është burrit, po... Të gjitha familjet e lumtura janë të lumtura njësaj. Kurse familjet e palumtura janë palumtura në mënyra të ndryshme. Kanë probleme aq të ndryshme sa që s'mujna me marrë me mend. Na po flasim për familjet mesatare, pak lumtura, pak palumtura. Kush e ka fajen që the, ku po ngesëm, ku po qalojmë, gruaja. Kur ka ra kushtrimin Kosovë. Gruaja e ka fajen nëse bashkëshorti vjen në shtëpi, nuk e vendos paltën e vetë të vendi, po e lën kudo. Nana e këtij djalit ndoshta, që se kam su prej të vogël. Mendoj që gruaja e këtij. Tani kjo bëhet nana e aty në fëmijëve. Arsyeja është kështu, shumë e thjeshtë. Vetëm pak na duhet. Domethënë, një mashkull, një burr, një bashkëshort, i cili vjen si në hotel, si vizitor, dhe pronari i këtij hotelit atëherë është gruaja, që e ka rregulluar dhe e ka bërë gati këtë hotel për të ardhur vizitori. Tash po thomi mor për Ja ka servu të gjitha gati. Në rregull është, pse mos me servu, është bashkëshorti vet. Mirë po, kush po i shkel këta kufi? Bashkëshorti. Cilët kufi? Kufit që nuk i ka vendosur kjo gru. Nëse cila gru i vendos kufet dhe i mban këta kufe të fortë, asnjë burr nuk mundet me i thy. Tash po nëse ne lejojmë rjeta në vërtet pjesë të shtëpisë, mos më mujt me gjujt jakën në vërtet ato rjeta që janë vizive, na mundja në mënyrë metaforike me vendos, unë po flas për kufi metaforik, për kufi simbolik, të cilat bëhen me mirë kuptim, me bisedë, me bashkë bisedim dhe me mirë kuptim me njëri tjetrin që vendosen bashkë. Nëse me të vërtet duhet të jetë një shtëpi në rregull, do të jetë një shtëpi në rregull nga kontributi të dyve. Ende pa kriju familje këta, ende pa kriju fëmijë, ende pa prodhu fëmijë. Nëse këta dy arrin që gjatë jetës së tyre në duet, si një çift ende pa fëmijë, të krijojnë këto rregulla dhe të krijojnë kufit të qartë, të mos ja shkelin të drejtën tjetrit, as gruaja burrit dhe as burri gruas. Nuk ka nevojë të ndahen 50-50, 50-50 të punë. Ka nevojë vetëm të dihen se unë e kryj punën tënd, s'ka lidhje a është banje puna ema, apo është ruzitja e veturës, apo është me kosit barin në barë, është më rëndësi që unë e di që unë ka me kosit barin. Edhe nëse është grua. Po është më rëndësi që burri ta di se gjithmonë ka me i rendit teshat ndek, edhe nëse është burr. Po ai ka marrë edhe detyrë. Prandaj, nëse gruaja e toleron një burr i cili e hedh pallton dhe e hedh çorapat, ai gjithmonë ka me hedh. Por nëse një grua kërkon që nuk ti marr çorapat që i ke shkep në shtëpi, atëherë ai burr nuk do t'i hedh. Ka shumë burra që nuk e kanë pikën e të lashës nëse i renditën çorapet rënë në shtëpi, që ta gonja koleksion, kështu që prapa e zonja detyrohet me ik ato. Ju vetë thatë më parë që është bani student që kur kanë nda punë 50-50, kanë pasur probleme që kanë ardhur më deri te divorci. Na kena një fakt të lashën në shtëpi. Na kem të lashën në shtëpi njerëzit në përgjithësi, sepse jetojnë dy realitetet të ndryshme. Për shembull, është dikush që punon, lodhet edhe nuk shihet, edhe është dikush që vetëm ndihmon edhe bëhet sikur hero, vetëm se ka ndihmu. Nëse na fillojnë na mendo punë, na prap kem të lashë, sepse ai burrat vetë fakti që ti ja obligon në bani sen, ai nuk e bën hiç. A nëse e bën për qefit e bën pa të lashë. Ideja është që për gruan është ndihmë mjaft e madhe vetëm punët e veta, çka i ka burri, gruaja, fëmia mi largu. Nëse ke hangur ushqim pjatën tonë, çoje deri te enlarsja. Kur ndodh kjo? Rroba që i ke shvesh lej vendin ku duhet. Kur unë nuk e marr pjatën e tij dhe ta largoj, ajo do të mbetet aty deri në mëngjes. Edhe për çfarë do të prap më çu më marr që mos më lan tavolinën e shtrut. Kështu që uroj që krejt burrat me kanë ashtu, por realisht nuk janë. Çka është e keqja? Na plot kem emisione. Kush e bën një burr? Një grua. Një grua, po prandaj thash në fillim, nana është fajtore që ka edukuar, sepse ti nuk mundesh një 30 vjeçar ose 20 vjeçar me psikoeduku qysh mos sill. Është nana që ka ndërtuar deri 20 ose 30 vjet. Ka të mëson një grua, s'mundet. Ai ka më provu kur nuk mundet. Çfarë është problemi? Na kur mojna që sikun këtë tavolinë që po diskutojna, nëse që kjo video i del një burrit në telefon, ai veç e ban skip, si përqen. Sot, jo me largë se sot, ne kemi pasur një konferencë për gratë, për drejtat e grave, për drejtat, për përgjithësit, me kërku drejtat tona, dhe në thjesht ja bana që të pyetje. Na po i flasim zakonisht grave, lëpe drejtën tane, mbroje drejtën tane, ku na pi falni?
Këtu veç pja carani gratë, pi mësoni, pja forconi atë egon, po në fond ajo ka me jetu me një burë që nuk janë një të drejten, nuk janë një të përgjithësina s'ka ka detyrat e veta, ose jeton me një kolegë, po mënoj bashkëpunon me një kolegë në punë që prapë nuk ju intereson për drejtat e grave, është e rëndësishme që në tavolina tona ku flasim për gra, me pas edhe burra, jo vetëm gra. Na kote flasim grave për gratë, sepse gratë dinë me kërku drejtën e vet, edhe na shtana e pe thonë. Është e rëndësishme që na mi bë psikoedukim burrave, që thjesht e drejta jote është e drejta jote, mirë po e drejta e gruas është e saj. E na zakonisht shkojmë, i flasim grave, e i tensionojmë, e i mërzisim, e ato prapë kanë më ballafaqu me këta burrat që s'na kanë dëgju neve. Neve, ose këtë tjetër që i flet për gratë. Është rëndësishme që fjalët tona me shku sa ma shumë veshin e burrave, sepse në telefonat, kur i del një fjalë për gratë, sinqerisht nuk e dëgjon asnjëri. Ata përderisa s'dëgjojnë telefon edhe në studio flitojnë me të ardhmë. Vjen vesh. Po këtu kur ballafaqohet s'ka katik. Pajtohet me çato mendime se për ndryshe nuk Vesh çose ftojnë në emision duke me andru temën. Me i bloku me temën. Me lën pjatën deri të nesërmën në tavolinë. Unë mendoj njëjtë sikur çështja e qerapave që thash bëhet koleksion në për sallone. Po. Edhe pjatat bëhen koleksion tavolinë. Jo, unë nuk po them që ti ndohemi. Nashta gruaja me u gjyku pse nuk e ka larguar pjatë dhe pse ka lënë deri çatëherë, e vetëm ja zgjedhje ndoshta jo 2 realisht edhe valja është master psikologji. A mendoni që është zgjedhja ideale në herë gratë më ushtihall, kushtimisht po them, me u bë histerike, më thonë unë jam smut, nuk jam të mujt më shunje 3 ditë, veç me pa një lloj të pasqyrimit, çu shpia dalin anëtarët e familjes prej burrit, e ka fëmia me organizu punë të shtëpisë. Që të shembull sociologës, asnjë psikolog s'ta jep. Ose me shku ndoshta në një udhtim zyrtar, me thonë që e ka paqare edhe nëse nuk e ka paqare, po ma shkurt me aktru diçka që me pa qysh po më rinë me organizu. Megjithëse sigurt mas 4 ditë prap vëzohen. Ti edhe përzigjen për jep. Ushqunona dhe po vazhdoj me rutinën. Atëherë, nëse na i ikim konflikteve dhe bëjmë shmangje, nuk kemi zgjidhur problemin. Po dhe në qofë se i kemi lanë pjata deri më mëngjes, në vetëm kemi krijuar po nona po maj hoj, edhe deri nesër më janë grumbullu ato se dhajmë është të majt hoj, dhe më thonë 2 personat që hujitin mes veti dhe nuk kanë bisedu. Unë po them, në mënyrë konstruktive me i zgjedh problemet, me i zgjedh konfliktet dhe me zgjedh duke fillu pej ma të voglës. Për shembull, a do të pimë kafe bashkë sot, burri dhe gruaja. Po, njëri e runë kafën dhe të zi, tjetëri e përgadit, tjetëri i qetë filxanat, dhe më thonë, në këtë mënyrë mund me kuptu që ata 2 din me bashkjetu. Vetëm të kjo, se lemo mos shkojmë manalt. Mirë po, unë po thonë, çka toleran një gru, i bëhet. E shka nëse burë, nëse nuk toleran, nuk mund të taj burë me shkel, se tërhiqet për martesës. Dhe kështu të shihet që, qysh kanë bërë një marrëveshje për të martu, Bujnë marrëveshje mu shmartu. Bujnë marrëveshje mu shmartu. Që do të thotë se nëse këta 2 kanë ditë me i thonë të dua njëri tjetrit, unë po flas për çiftet të cilët begenisën vetë. Nuk jam të folë për çiftet të cilat i ka martu dikush. Se ata më mire. Se ato çifte duhet me ndërhy ata personat të cilat i kanë bashku dhe me hinin negociatat për ata, për me i zbut raportet. Mirë po, të çiftet që janë martu me dëshirën e tyre dhe i kanë thonë njëri tjetrit të dua në takimet e tyre bazë dhe janë pëlqyer me njëri tjetrin dhe me pëlqim kanë fillu jetën së bashku. Ata dinë edhe me bisedu, ata dinë edhe me nda punë, ata dinë edhe me mirëkuptim me bëjë gjithçka, me biseda konstruktive. Komunikimi është baza, komunikimi është çelësi. Nëse nuk komunikojnë, atëherë asnjëherë ai mashkull, unë e di shumë gra thonë, unë i thash burrit apo pse s'më lave end, pse s'më the. Gjithmonë një burr dhe mi thonë, po pse s'kërkove se unë i kisha la, pse s'më kërkove me lëshufshisën se unë i kisha fshi. Do thotë, çka po thot burri me këtë fjalë? Po thot komuniko, thujem, kërkom. A do më thonë kjo që dhe na i herë si gra jemi pak si shumë kërkuese. E përmendet do më thonë të shtrirja e rrobave. Ju s'jemi kërkuese. Jo, ka shumë gra për shembull, që nëse burri dën mja bë kafën, ai e del kafën. Ka shumë gjas me del pak mos me qenë shumë preces. Ose të çështja e pastrimit. Ato janë veti personale të burrit. Edhe ka shumë gra që më mirë ose i bën shumë vrejtje dhe ai thotë mëne nuk e bëj hiç, ose është mësuar me perfeksionizëm, edhe nuk jam ushqynin edhe atëherë jep. Kjo është modelet që tha më herët. Do të thonë kjo që duhet me mshël pak njërin sy, e bani ç'e bani, njëjtë konsideroj që ndodh edhe te fëmijët. Ashtu. Për shembull i thu fëmijëve
krye që të punë caktuar, rregullon edhe dhomën kur hen duket se kanë rregulluar në formën më të mirë të mundshme, ja nis me u bë vrejtje, edhe thuhet se edhe ashtu po duhet me i ra për s'dyti kështu bile me fëmijë, zakonisht modelin tonë ja japin fëmijëve, se ta shumë mirë them më herët që nana do të thotë është ajo modeli kryesor i fëmijëve vetë, se nëse një nanë ju jep vetëm urdhra dhe ju ndan fëmijëve punë, ata fëmijë kanë më bë vetëm për ta kënaqur nanën. Po nëse nana thotë hajde po i kryjm bashk dhe me shembull, domethënë duke bë, me shembullin e vet i ndihmon fëmijëve, atëherë fëmijët kanë më mësuar me bë punë çu duhet, me bë mirë. Me bë detyrat e shkollës, me i palu rrobat e veta, me pastru veten dhe gjitha këtu. Edhe me bashkëshorten është e njëjtë. Ne jemi në shoqërinë tranzicion, ne ende nuk e kemi familje komplete të emancipuar, ashtu që më thon, secili bashkëshort e din se sa do të më ndihmon një gruaje që e cila është grua e karrierës, është grua e punës, nuk është grua që qëndron gjithmonë në shtëpi dhe pret dhe përcjell. Dhe ata ai gjithmonë është i vetëdijshëm që një grua është lodhja e shtëpisë dhe kur kthehen në shtëpi i ndajnë punën së bashku. Por një familje disfunksionale, ku ngecin këto gjëra, dihet shumë mirë se filli i probleme është mos komunikimi. Po flas vetëm bazë përvojës që kemi deri tash dhe kur kthehemi në çështjen bazë, për ku kanë filluar, se ne nuk mundemi më marr vetëm me simptomat dhe me zgjedh problemet aktuale dhe me shiku ç'është më gjetë çaren një problemi apo një çështje me të cilën vijmë me shqetësimet nëse vjen familja. Mirë, po ne kthehemi disa hapa më rapa derisa e gjejmë zanafillin dhe e shohim që rënja e problemit gjithmonë ka qenë mos komunikimi. Nuk kanë bisedu, nuk i kanë shpreh ato pakënaqësitë e veta, nuk i kanë kërkuar tjetrit që të ndryshoj ose jo të ndryshoj plotësisht, po të ndryshoj deri në atë formë ku nuk më hyn në territorin tim, pasun mos të hi në territorin e tjetrit. Domethënë me respektu kufit e njëri tjetrit, qysh mundna me respektu kufit e tjetrit, une do ke respektu kufit e mi personal së pari. Për atë arsye në marrë tash, gruaja ka faj, nuk po thonë që ne gratë kemi faj, asësi nuk du të them se gruaja ka faj kur në familje nuk funksionan. Po duhet të them, gruaja duhet të ruaj kufit e vetë dhe duhet t'ju jap shumë respekt dhe të ngrit shumë lart me atë respekt kufit e vetë, duke treguar me kohë mos mi shkel kufit. Sepse unë vetëm kash mund të toleroj, nuk mundem më shumë të toleroj. Dhe gjithmonë bashkëshorti është i vetëdijshëm çfarë kufi ka shoqja e tij dhe mundohet me respektu për hir të dashurisë. Dhe nëse duhen, normal që këta ai kam i kthy në vendin e tij, në pozitën e tij dhe kam respektu kufirin e gruas. Dhe nuk kam i gjumë më sharapat, nuk kam i përplas më paltat në për shtëpi, kam më kujdes për paltën e vet për arsye se e don çat gru dhe e respekton. Prandaj, nëse një grua e respekton veten, e don veten, e çmon veten, ja çet kufit. Nëse një grua për pëlqimin e bashkëshortit dhe për t'i pëlqyer atij dhe për të qenë e respektueshme vetëm për të dhe për hir të tij bën gjithçka, edhe e te kalon veten, normal që ai ka me shkel gjithmonë, normal që ai ka mja shkel kufit, normal që ai ka me qenë personi që ka mja bë padrejtësitë më të mëdha. Se ka leju. Deri te ekstremi tjetër që mja nisë edhe gruaja me gjujt qerapat edhe japën në atë dhe të shohim në Mas rrihet në shtëpi. Mundet edhe ajo ndodhin edhe këto gjëra, kemi edhe kësi raste, kemi A ju bën hajër? Jo, nuk ju bën hajër as kjo. Asnjëna, domethënë, asnjëni ekstrem nuk është i dobishëm për familjen. Gjithmonë një mesatarët janë të mira, gjithmonë është mirë me lshu pe, se martesa është një pe që e mojnë një në anë burri, një në anë gruaja. Dhe kur e ngre burri shumë penin, gruaja lëshon pe. Po kur gruaja e ngre shumë penin, burri lëshon pe dhe kështu lëshojnë pe dytë. Atëherë është një martesë që mund të themi është një martesë e shëndetshme. Po nëse nuk lëshojnë pe, vjen keq. Se perfekt nuk jemi asnjë. Prandaj nuk duhet të kërkojmë perfeksionizëm pe të tjerëve. Ne duhet të kërkojmë që ta respektojmë deri aty ku vlen, po duke mos shkelur respektin ndaj vetes, duke mos shkelur kufit e tanë personal. Kufit janë gjithçka që mundet me kriju një, domethënë, dinjitetin e personit e mbron kufiri. Atëherë në ndonjë emision tjetër kemi me folë se si mund të krijojmë këta kufi që kaq shumë përmendën sot, çka na duhet me pas brenda vetes që me mri me i vnu ata kufi, Kufit e sepse jo shëndetshëm. që do kush del me Kufit e i shëndetshëm. kriju, domethënë duhet këgja me pas ndoshta edhe vetë besim edhe vetë dersim edhe guxim për me i kriju kufit, po në përshpresoj shumë që në ndonjë seri tjetër të qasjes tridimensionale kemi me i mësu gratë me i kriju këta kufi të shëndetshëm, që edhe me rujt familjen, por në anën tjetër edhe me rujt edhe shëndetin
fizik, po edhe ato psiqik të tyre. Nëse ju ka mbetur diçka tjetër, regjia po më bojnë me dije që jena në fund edhe do. Fond për fond veç po du me shtu që nëse na respektojmë veten, kena me fitu respektin e tjerëve. Kur na nuk e respektojmë veten, kur respektin e kërkujt nuk mujna me fitu. Shumë e vërtet. Atëherë në përfund po du me thonë për shkak se edhe vetë emisioni është tridimensional, që na jemi në 3 dimensione këtu, nuk do të thotë që jemi vetëm një dimension femëror këtu dhe të çojmë drosa duke angarku gjinis tjetër gjitha fajet. Ne duhet të shikojmë nga gjitha perspektivat, nga gjitha këndët një çështje, duhet të dalim nga piktura e përgjithshme, nga pamja e përgjithshme dhe të shikojmë gjërat në detaje, që të mund të dalim një konkludim të shëndetshëm dhe dobipërorës për të gjithë. Prandaj nga ky aspekti tridimensional, mendoj se asnjëherë nuk është e mjaftueshme këto që i themi sot këtu. Është mirë gjithmonë të mundohemi të mbrojmë njëri tjetrin, të shikojmë personin brenda se çfarë mund t'i bëjmë për të dhe gjithmonë duke u munduar që mos ta shkelim as vetveten as tjetrin. Atëherë Zoja Sofion, të falenderoj shumë për kohën, edhe për këshillat praktike që na i dhe, të shpresu që kemi më taku prap, gjithashtu edhe ty Vale, e i falenderoj edhe gjithë shikuesit që ishin bashkë me neve, të shpresu në sa më shumë mirëkuptim në familje tona, në sa më shumë dashni, në sa më shumë kontribut, sepse të gjithë kemi bërgjë me dhanë kontribut në familje. Asnjë shtëpi nuk mund të jetë e pastër, nuk mund të jetë në rregull, e besa asnjë familje nuk mund të jetë e lumtur nëse pritet me kontribuese me qenë në formë veç një individ. Gjithçka arrihet së bashku. Kështu që bashkëpunoni me njëri tjetrin, punoni së bashku, duaj njëri tjetrin se veç kështu kena memri me kriju një strehtë ëmbël brenda shtëpisë. Mirëmbëjtje.